Përshëndetje të mirë të mi, ju uroj një fundjavë të bukur në Netarua, kudo që të jeni dhe çfarëdo që të dëshironi këto momente. Në këtë moment po bëj një parashikim të shkurtër. Këtu shikojmë që disa nga ju kërkojnë një përfundim të një situate nga ana shpirtërore. Shikoj që po del nga ajo botë e vjetër ku je dhe po bën diçka të re. Disa nga ju kërkojnë ndryshime në lidhje me ligjet, me shtetin, por dhe me gjërat që janë në ajër, pavarësisht se gjërat në këtë kohë jeni duke u menduar për t'i ndryshuar. Shumë mendime negative dhe shumë përleshje. Shikoj një person që po u ha mbrapa shpatullave tuaja. Një person që kërkon të futë në disa konflikte këtë javë. Bëni kujdes sepse këto konflikte janë shumë të keqija. Shikoj që ju aktualisht kërkoni të ndryshoni disa gjëra në lidhje me veten tuaj, në lidhje me situatën që jeni, por këtu shikojmë që ka përshpëritma fjalësh, thashë theme, dhimbje në shpirt, nga ana shpirtërore, është diçka që lidhet me problemin tuaj, por dhe me një problem shëndetësor në të ardhmen. Shikoj që je duke u përpjekur për të ndryshuar njerëzit dhe atë situatë që ti ke këtë javë, por është dikush që luan në çdo lloj aspekti që të dalë fitues. Këtu shikoj që ti këtë moment duhet të kesh një libër të hapur për të treguar ndjenjat e tua dhe të shohim se çfarë do të tregojnë këto ndjenjat e tua. Po, shikoj që në jetën tënde shumë gjëra janë të mbuluara akoma, në jetën tënde duhet të bësh pak kujdes, në dashuri shikoj që nuk ke shumë fat dhe këtë javë. Shikoj që je duke pritur një shans në dashuri, por shikoj që je duke manifestuar për këtë dashuri. Disa nga ju janë duke u lutur për këtë person që të rikthehet dhe të jap një shpjegim pse. Por nuk është i mjaftueshëm i dashuruar në këtë moment ai person dhe shikoj që këtu këtë moment të dy ju si persona duhet të punoni me veten tuaj. Shikoj një lidhje që duhet studiuar shumë mirë, sikur diçka duhet të ndryshojë në jetën tuaj familjare ose në jetën tuaj në çift. Shohim 10-ën e monedhave, asin e monedhave dhe impres. Shikoj që nga ana ekonomike, shikoj gjëra do të ndryshojnë në këtë javë. Është java e anës materiale, por dhe diçka e bukur po vjen. Jepi kohë vetes tënde dhe ka diçka specifike këtë javë që duhet të çlirosh veten tënde nga energjitë dhe nga situatat që kem. Këtu shikoj që kërkon një çlirim aktualisht, një fillim të ri në jetën tënde. Dikush do vitë të vizitoj këtë javë, do të jap zgjidhje problemeve që ke, por ti duhet të qëndrosh larg marrëdhënies toksike, u thashë që pari, sepse këtu kemi një marrëdhënie toksike. Shikoj që dashi këtë moment kërkon të vijë në kontakt me një person me autoritet mbi ju. Mund të jetë babai juaj, partneri juaj, i dashur juaj, apo një miku juaj që ka shumë autoritet. Do kontaktoni me këtë person, por shikoj që ju që keni diçka me publikun, me shtetin, janë shumë e sigurt për këtë gjë, çdo gjë do të vejë mbar. Por është një person që sillet si fëmijë, sillet i papjekur, sillet si adoleshent do të thosha, por ju duhet të bëni kujdes me këtë njerëz që mos lëndoni nga ana shpirtërore. Po, u thashë që pari, po u them prap, bëni kujdes, sepse këtu mua më dalin llafe, mua më dalin që ti duhet të dalësh fitimtare në këtë situatë. Okej? Unë do të thosha që disa persona do marrin një ngushëllim shpirtëror, dikush po largohet nga ju, nga rrethi juaj familjar apo në rrethi juaj shoqëror, ju ndjeni një boshllëk, një dhimbje, ky person është mërzitur, vjen me ju për të lehtësuar dhimbjen. E shikoj që ky person këtë moment është larg fizikisht, e shikoj që të mendon për të ardhur dhe për të treguar që pse ka ndodhur këto gjëra, por dikush të ka bërë blok. Blok këtu, blok atje, dhe ai kërkon që të vijë në një lloj mënyre, të vijë të diskutojë me ju. Okej, të vijë të diskutojë me ju. Shpirti tënd kërkon të dëgjojë pse është bërë ky blok. Ti përfaqëson një person të rëndësishëm brenda teje dhe kërkon të diskutosh këtë gjë me patjetër. Është diçka e rëndësishme kjo që të lidh ty me fëmijën tënd të brendshëm. Ky është një person që do të vijë dhe
është shumë i papjekur. Por gjithsesi është një person i ri që po të hyjë në jetën tënde. Po pra, ja, Ierofanti, doli Ierofanti këtu. Doli Ierofanti dhe të shikoj që ke 5 monedat. Numri angjëllor, 555. Na dolën 5 shkopin, 5 monedat dhe 5 shpakat. Të shikoj që po mendon shumë këtë moment, po mendon shumë për atë person që të kalon, por ti këtë moment je duke e tërhequr nga vetja energjinë e tij. Ai nuk do, shumë i papjekur, u thashë që pari. Ierofanti është ajo energjia e babait tuaj, autoriteti juaj i brendshëm. Kërkon që të jap një autoritet të fortë për të ecur përpara. Por këtu shikojmë që ju aktualisht shfaqet edhe lidhja karmike juve. Është një problem shëndetësor për disa, bëni kujdes. Këtu shikojmë që është diçka ose pret një lajm të rëndësishëm këto kohë, mund të ketë të bëjë me vendime të rëndësishme që ti je duke pritur. Varet përse e keni këtë, sepse është parashikimi i përgjithshëm, por kemi fat në dashuri, disa kanë fat në dashuri. Disa ka fat në dashuri. Kemi 10 monedat, kemi asin e diçka u fshihet, është një sekret që po fshihet. Duhet ta shikoni me vëmendje këtë sekretin këtu. Dikush punon në një institucion dhe këtu në këtë institucion bëni kujdes. Shikoj dhe shtëpi këtu. Më tregon që keni një person armik. Okej? Dhe ky person ka të bëjë me një lidhje ose me një shenjë binjak peshore, ujor. Nuk e dini se ky person ka disa plane në mendjen e vet, po i parashtron. Ky njeri di shumë mirë se çfarë dëshiron. Ky person ka disa aktivitete, por këtë moment tregohet shumë i varfër nga ana shpirtërore dhe i është duke fshehur çdo ndjenjë që ka. Duket qartë që është një personazh i ftohtë nga ana shpirtërore dhe të ka kthyer kurrizin vazhdimisht. Të ka kthyer emocionet dhe të ka kthyer çdo gjë në të kundërt. Por këtu shikoj që ti aktualisht je një person shumë pozitiv dhe je gjithmonë duke zgjedhur anën shpirtërore. Okej? Ai person është shumë i çuditshëm këto kohët e fundit. Pavarësisht se ti si person je shumë femër ose shumë mashkull që jep, domethënë jep këshilla, jep energji, jep pozitivitet, por ai person është me 2 femra tjera që është duke diskutuar diçka. Okej, bëni kujdes, sepse këtu shikojmë që ka diçka në familjen tuaj apo në marrëdhëniet tuaja. Kërkon një mundësi, do vi një moment që të kërkoj një mundësi ai person. Dhe jepi kohë, vetëm jepi kohë dhe dil nga rrota e fatit që ke pasur tërkohën në çdo lloj situate ke pasur në të kundërt. Ka ardhur momenti që rrota e fatit të jetë në drejtimin tënd dhe të thotë që tani këtë moment janë gjëra që ti duhet i bësh. Pa pritur të kesh një takim me një person që se ke pritur, femër apo mashkull qoftë. Nuk e ke pritur. Ai të ka mërzitur dikur, ose ajo. Të ka sjell një situatë të komplikuar. Tani ajo i person po vjen. Po bën plane, po gjen disa mendime në veten e tij si të afrohet dhe kërkon një mundësi. Po ki kujdes. Është një person që bën skenare në mendjen e vet. Është skenari real, por shikoj që këtu te ani ti duhet të di se çfarë duhet të bësh. Gjykimet që të bëjnë, zemërimin që ke brenda teje, problemet për dokumenta, është dikush që ka probleme këto kohë me ligjin. Prandaj bëni kujdes. Okej? Sepse ky është një person që po në fakt edhe ti po e konsideron si një person pozitiv dhe të trajtohet në një mënyrë të padrejtë ai person ndaj teje. Por ti mendon ndryshe për të. Okej? Ja, ermiti të thotë vazhdo drejtimin tënd. Dhe 8 monedat. Ana materiale këtë javë do jetë shumë e mirë. Duhet jesh e aftë për të vazhduar për të ecur përpara. Okej? Të shikoj që dhe në punën tënde je duke menduar gjithmonë për atë person. Pse jeta të është sjellë pa drejt dhe gjërat nuk po marrin një drejtim. Këtu të shikoj që duhet jesh shumë e aftë për të marrë gjërat e tua dhe të shikoj që ti aktualisht duhet të ndryshosh. Dhe letra e fundit është mbreti i monedës që do kesh o një rikthim o një njohje të re këtë moment, por me sa shikoj ky person është duke të menduar vazhdimisht. Ky nënkupton emocionet e tua këtë moment dhe çdo gjë pozitive. Uroj që kjo vizitë nga ky person të jetë e papritur dhe gëzuar për ty.
Gjithë të mirat.